Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lu Zotin të jeni mirë gjithë pa përjashtim, ja ku u kthyem përsëri për të qenë së bashku me shpresën e Zotit deri në fund të Ramazanit, me shpresën e Allahut, pasi me shpresën e Allahut, inshallah gjithmonë me kismet nuk do të kemi më udhëtime dhe do të jemi këtu inshallah së bashku gjithmonë deri në fund të Ramazanit. Lu Zotin të jeni mirë, lu Zotin që të ne ketë pranuar agjërimet e ditëve që kanë kaluar, të na japi Zoti forcë dhe fuqi për ditët e mbetura. Nuk ka dyshim se ditët e mbetura kanë rëndësinë e tyre, madje janë shumë të rëndësishme sepse janë fundi dhe thesari i Ramazanit, është i fshehur pikërisht në fundin e Ramazanit, bëhet fjalë për natën e Kadrit, jo më kot i madhi Zot Allahu xhelaluhu e ka lënë natën e Kadrit për në fund të Ramazanit në mënyrë që njerëzit në vend që t'i bien, le të themi, energjitë dhe forcat për të vazhduar deri në fund të Ramazanit me ritëm të rënd, Zoti e ka lënë natën e Kadrit andaj nga fundi i Ramazanit në mënyrë që ritmi të mbahet, ritmi të ruhet, madje të përmirësohemi edhe më shumë dhe të rregullohemi më shumë. Rregulla thot, kush gabon nga fillimi po e rregullon nga fundi, harrohen gabimet e fillimit të tij. Dhe kush është mirë në fillim dhe gabon nga fundi, harrohen të mirat e fillimit të tij. Kështu që duhet me pas kujdes në këtë fund, pra ta mbyllim me të mirë, ta bëjmë ashtu siç thot Zoti në Kur'an, khitamuhu misk, mbyllja të jetë e parfumosur, pra ta parfumosim fundin e këtij Ramazani me vepra të mira inshallah taala. Mirë, atëherë po fillojmë me pyetjet, cilat mashallah filluan dhe mashallah po kapin mashallah goxha. Thot Hoxhi i nderuar, një e ashtë quajtur teologe këtu në Kosovë, po na thot që ose ka dalë në media dhe thot se namazi i teravive është një bidat dhe nuk ekziston në Islam. Gjë teologët e tilla, mendje lehta dhe problematikën e kemi parë shumë, të cilat, siç thonë ne në popull, kanë luajtur mendsh, pra njerëz ka të tillë sa të duash. Ju duhet keni parasysh se nuk duhet ngjoni lloj njeriu, nuk duhet të dëgjoni lloj njeriu që shfaqet në emër të Islamit dhe lloj njeriu që shfaqet në emër të, le të themi, teologjisë islame, apo që shfaqet si teolog apo si teologe, nuk është e thënë që personin në fjalë të jetë, domethënë, ndoshta as pak antar i Islamit në Sunni, mos të jetë ndoshta as pak antar i Islamit, ku e dim ne se kush është personi në fjalë dhe ku është certifikuar personi në fjalë. Pra ne duhet të kemi kujdes nga burimet dhe fen duhet ta marrë nga burimet sigurta dhe njerëz të certifikuar. Pra, në momentin më të parë merren nga ana ime si këshill dhe porosi. Në momentin më të parë që shfaqet një teologe dhe mohon diçka që është thënë për 15 shekuj, veri me njëherë X-in edhe hidhe në koshin e plerave, Pra një teologe që i thot vetes teologe dhe thot namazi i teravive është bidat, duhet hedhur në koshin e plerave të historisë islame, sepse ka kundërshtuar diçka që po bëhet prej 15 shekujsh. Diçka që e ka inspiruar Zoti në Kur'an, në surën El-Muzammil, në surën El-Muzammil, e ka inspiruar pra Zotin surën El-Muzammil, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthi al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Allahu e din që ti falësh natën, gjysmën apo 1/3 apo më shumë apo pak, dhe një grup besimtarësh me ty. Pra personin fjalë që mohon namazin e teravive, thotë se ekziston në Islam namazi i teravive, ka mohuar ajetin kuranor. Po ashtu ka mohuar dhe hadithet e sakta, ku tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për 3 net radhazi ka falur namazin me xhamat dhe njerëzit janë falur mbas tij, dhe ditën e 4 nuk doli më, tha, nuk dola si mëshirë për njerëzit se mos ju bëhet obligim, dhe këtë tradit pastaj e ringjalli Omeri radiallahu ta'ala anhu, i cili tha një mirësi e humbur dhe e ringjallur, i ktheu Omeri radiallahu anhu edhe njerë njerëzit në namazin me xhamat, në namazin teravih, pasi meraku se mos bëhet më obligim, mas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk ekzistonte më, dhe kështu Omeri radiallahu anhu pra e ringjalli dhe njerë këtë tradit
të pejgamberit alayhis salam. Kështu që në momentin që shfaqet një, le të themi, siç thoni ju këtu në pyetje, një pseudo teolog dhe thotë që kjo gjëja nuk ekziston apo është bidat, menjëherë duhet t'i veni çfarë? Duhet t'i veni shenjën e X-it edhe ta hidhin në koshin e plerave të historisë. Pasi Islami ka parë shumë le të themi gjëra të tilla, të cilat dalin her pas here, po domethënë shuhen edhe humbin. Hoxhi nderuar thot personin në fjalë gjithashtu, pra vazhdon me sa duket për të njëjtin person, personin në fjalë shfaqet si teologe e Islamit dhe e ftojnë të gjitha mediat. Normalisht mediat ajo është puna e tyre që të ftojnë çdo kënd që tërheq apo ngjall interes apo debat, nuk është faji i mediave, po është faji, le të themi, ndoshta edhe joni që nuk kemi marrë hapësirën e duhur ashtu siç duhet nëpër media në mënyrë që të themi të vërtetën apo të demaskojmë këtë racë krijesash ose këtë kategori krijesash, por ndoshta është edhe faji jon që nuk dalim ashtu siç duhet dhe nuk paraqitemi ashtu siç duhet. Unë mendoj që në këtë rast nuk është faji i mediave, po është diçka tjetër e rëndësishme. Ne duhet të merremi me sqarimin e të vërtetës dhe nuk duhet të ngatrojmë punën tonë se pse e ftojnë mediat apo nuk e ftojnë mediat. Po thot pyetja e radhës, thot Hoxhi nderuar, thot personin në fjalë, pra kjo pseudo teologja, thot njëkohësisht se pirja e duhanit nuk e prish Ramazanin. Pra kjo tregon se është ajo që unë thash pak më herët, që e ka një mendje fyçk, ne i themi mendje fyçk. Pra përderisa të një grua gjoja në emër të Islamit dhe thot që pirja e duhanit nuk e prish Ramazanin, atëherë kjo quhet mendje fyçkë dhe nuk duhet merreni me të, thjesht gjuajeni në koshin e plerave të historisë dhe të ignorancës së saj. Duhani, pirja e duhanit, unanimisht sipas gjithë dietarëve dhe shkollave islame, flas gjithmonë në Islamin e vërtet të sunni, nuk, domethënë është duhani, pra pirja e duhanit e prish Ramazanin. Askush nga dietarët e Islamit nuk ka thënë se pirja e duhanit nuk e prish Ramazanin, dhe në momentin që shfaqet një mendje fyçke dhe thotë që pirja e duhanit nuk e prish agjërimin, atëherë ajo mbetet thjesht një mendje fyçk dhe ka rënë në kundërshtim me ixhmain e gjithë shkollave islame, ku thuhet se pirja e duhanit e prish Ramazanin dhe jo siç thot kjo mendje fyçka se nuk e prish Ramazanin. Pra kapuni me dietarët, kapuni me njerëzit e dijes, kapuni me njerëzit që përhapin të vërtetën dhe mos u hutoni me mendje fyçkat të cilat nuk kanë lidhje me dijen islame, nuk kanë lidhje me shkencat islame, nuk kanë lidhje me të vërtetën islame, po janë thjesht njerëz cilët paguhen ndoshta, apo janë njerëz cilët, ashtu siç ka thënë i madhi Zot Allahu xhalla xhelalu në Kur'an, kur flet se ne duhet jemi të unifikuar rreth dijes që buron nga libri i Zotit dhe nga tradita e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe në dritën e asaj që është transmetuar nga edhe thënë nga ummeti, pra nga bashkësia islame, këta njerëz thjesht duhen injoruar dhe nuk ju duhet dhënë rëndësi. Dhe mua më vjen shumë keq se kjo pyetje këtu që ka përsëritur shumë, dhe më vjen shumë keq që pas ka kaq shumë njerëz cilët i pas ka bërë përshtypje një gjë e tillë. Dhe kështu ndodh faktikisht me sprovat dhe fitnet, mjafton ti përhapi një njeri dhe ka shumë njerëz që ndoshta mund të bëhen viktimë e këtyre sprovave. Vazhdojmë me pyetjen e radhës. Selam nga Gjermania, nga Librazhdi, aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atëherë vazhdojmë me pyetjet e radhës. Nga Ferizaj, aleikum selam wa rahmatullah. Kur lexojmë një sure që duhet bërë sejdë, është obligim? Bërja e sejdës në ajetet e sejdës është sunet në mendimin më të saktë të dietarëve, megjithse ka mendim që thotë se është vajib. Ka mendim që thotë se është vajib, po ndoshta unë, do të thonë, më shumë jam pro atij mendimi që thotë se bërja e sejdës në ajetet e sejdës është sunet.
A është e vërtet se namazi i teravive 8 rekat është bidat? Jo, nuk është e vërtet. Namazi i teravive falet aq sa fal imami. Nëse imami fal 8 plus 3, bëhet 8 plus 3. Nëse imami fal 10 plus 3, siç ndodh në Mekë dhe në Medinë, bëhet 10 plus 3. Nëse imami fal 20 plus 3, bëhet 20 plus 3. Nëse imami fal 36 plus 3, bëhet 36 plus 3. E kështu me radhë. Pra numri nuk është bidat, po si ta shohë imami dhe xhamatit të arsyeshme dhe ne duhet të ndjekim imamin. Selam nga Friburgu i Zvicrës, aleikum selam wa rahmatullah, selam nga Vjena, aleikum selam wa rahmatullah. Amin me të gjithë bashk. A lejohet me nuhat apo me parfum kur ne agjërojmë? Lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi, por se parfumi që është me të djegur, pra që është tym, me thith qëllimisht prishet agjërimi. Kur fillon nata e parë e 10 netshit të fundit të Ramazanit me datë 21 Ramazan, ndërsa për vitin që ne jetojmë me 21 mars, pasi marsi dhe Ramazani korrespondojnë në të njëjtën datë. A lejohet që të falen teravit në shtëpi kur je udhëtar? Po, falen teravit në shtëpi kur je udhëtar. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua të di thot se në çfarë orë është namazi i sabahut në Vlorë. Besoj se është njësoj, shiko kalendarin e imsakut. Për Vlorën shtoj 20 ose gjysmë ore dhe je okay. Amin dhe ju Zoti ju pranoft. Selam nga Vlora, ju selam. Kam falë sabahun më njëherë mbas imsakut, jo mbas 20 minutave. Jam habit. Mos u habit, përsërit e prap edhe je në rregull. Selam nga Perugia, aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sa mund të avonojmë syfyrin deri në kohën e fundit të imsakut, Amin dhe gjithë së bashku, aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nga Gjirokastra, aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gjirokastra në duan fort dhe kemi shumë habib atje, sidomos njonin e kemi një shfare. Selam nga Romaja Hasi. Mashallah, aleikum selam. Këto ditë Ramazani shkova për vizitë e nëna që në përgatitse syfyrin dhe iftarin. A përfiton nëna nga agjërimi im? Pa tjetër, nëna tona, apo motra tona, apo bashkëshortët tona, që neve në përgatisin syfyrin dhe iftarin, marrin dhe ato shpërblimin. Pejgamberi alayhi salatu selam ka përgëzuar për atë që përgatit iftar dhe syfyr, se Zoti i Madh i jep shpërblim të madh. Selam nga Bilishti, aleikum selam, wa rahmatullahi wa barakatuh, aleikum selam, wa rahmatullah. Wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu. A ka muslim pira shkurta si kanë dhek 30.000 sahabe nga pandemia, aty janë marrë xhinët. Nuk e kuptoj fare se pyetje me thënë drejtën. Si t'i falim në shtëpi teravit sa rekat? Mund t'i falim 8 plus 3, mund t'i falim 10 plus 3, mund t'i falim 20 plus 3, mund t'i falim 36 plus 3. Aleikum selam, rahmatullah, minë dhe juve, nga Hamburgu, aleikum selam. Dhe njësare ka të leon minimum me falë hoxha me një xhamat. Unë sa po asërava më lartë, nga Berlini, aleikum selam, rahmatullah. Nga Chicago, aleikum selam, rahmatullah, minë dhe juve. A është ndaluar kredia për vendbanim kur duam të blejmë shtëpi apo banesë? Ne kemi dhe një fetva të gjerë edhe të gjatë rreth kësaj teme, mund t'i referohesh. Aleikum selam, rahmatullah. Unë jetoj në Itali dhe vi për Bajram në Shqipëri, inshallah do e fal namaz dravive në xhami, si t'ja bëj për Yasin ata shkurtoj. Duhet ta falësh siç e fal imami, Yasin duhet ta falësh siç e fal imami. Aleikum selam, rahmatullah, barakatuh. Aleikum selam, rahmatullah. Unë falem 5 vakte burrësh kundër fesë, i kam thënë falu, ai më thot falu për veti. Allahu e uzoft. Nga Prishtina, hoxh, unë falë 5 vaktet, po
duat nuk i di mirë. A kam gjuna? Jo, inshallah nuk ke gjuna, Zoti ta shpërblen. Kam skuqe një gjokë të ngushtim, çka mund të me kanë. Të sugjerohet vizitohesh tek doktori. Selam nga Këlqyra, aleikum selam rahmetullah. Amin gjithë dhe bashk. Nga Durrësi, aleikum selam rahmetullah. Na femnat s'mund me agjëru komplet kret muin. Kur të kërcjellum Ramazanin, a kryet me qata, a duhet me agjëru ekstra? Jo, nuk kryet me qata, pra nuk mjafton ditët që ke bërë të mangta, po duhet t'i plotësosh ditët e pa plotësuara dhe pastaj quhet e plotësuar. Pra këto ditë që nuk i ke agjëruar gjatë Ramazanit për shkak të menstruacioneve, për shkak të periodave, duhet t'i agjërosh patjetër. Duhet me i falë 2 nga 2 teravit apo 4 me ullje në mes. Teravit falen 2 nga 2. Selam nga Podujeva, alim selam vërtullah. A plotësohet namazi xhumas nëse na ikin një rekat? Patjetër do të plotësohet dhe një rekat tjetër. Ku gjendeni tash? Në zyrë afër xhamisë. 4 rekat teravit për 5 minuta e 10 sekonda është normale? Jo, vallahi nuk është normale. Këto quhen turbo teravi. Ka janë disa njerëz që folin met veti. Se kuptoj si pyetje. Amin edhe juve gjithashtu. Unë fali 8 rekat teravia e kam kabull. Falu aq sa fal imami. Kur duhet marr gusull, a është e njëjta gjë si të bëj dush komplet, por po duhet fut ujë në gojë dhe në hund. Duhet fut ujë në gojë dhe në hund. A prishet abdesi nëse pim cigare? Agjërimi prishet, abdesi nuk prishet, pavarësisht se ai mbetet haram. Lutjet para se të japim selam, a duhet i bëjmë në namazin farz apo dhe në sunet? Edhe në farz edhe në sunete. Si falet namazi i vitrit? Falet 2, selam 1, falet 3 pa ulje. Por sipas një mëdhëbi falet 2 ulje edhe 1. Aleikum selam Berati prej Berlinit. Amin gjithëve. Kur duhet të zëvendësojmë ditët që s'kemi agjëru? Në kohën më të shpejt të mundshme. Thot jam në më varë 2 vite. Okej. Inshallah interesohet tek xhamia më afër që keni, besoj se imami aty do t'ju përgjigjet. Si jemi me kohën e ikametit? Shkuj Klaunit. Ose Ibrahimit. Nëse i falim teravit në shtëpi, a bëhet kabull? Po, inshallah, motrat besimtare, motrat muslimane mund të falin teravit në shtëpi, inshallah ta'ala. Pse në Mekë dhe në Medinë falen vetëm 8 rekat teravit plus 3 vitër dhe lënia e syfyrit bëhet me hyrjen e ezanit të sabahut, kurse tek ne dallon. Inshallah do t'jap numrin e njërit nga imamëve atje që ta marrësh në telefon edhe ta pyesësh. Janë disa njerëz thotë që folin vetëm me vete. Po hajër inshallah. Pra na i moshmi ka thonë që mendja është gjë e madhe. Ai moshmi ka thonë mendja është gjë e madhe. A është gabim ajeti kursi në namaz sabahut pas el Fatihas? Jo, nuk është gabim. Okej. Sa është ora tani? Okej, kemi kohë. Deri 10 minuta më njofto pastaj. Okej. A mund të përcjellim agjërimin nëse kemi ditë Ramazanit të kaluar pa plotësuar? Plotësohen ditët e mangta të Ramazanit që ne mbyllëm, pastaj bëhen ditët përcjellse. Kur ndërpresim agjërimin për disa ditë, kur ta zëvendësojmë, duhet të përdorim orarin e atyre ditëve që kemi ndërprerë? Jo. Duhet të përdorim orarin e ditëve që agjërojmë. S'ka lidhje. Çfarë lutje të bëjmë kur i smur? Të lexojmë vetes surën e Fatihas sa më shpesh.
dhurimi i një umre ja konsiderohet sadaka rrjedhëse apo jo? Jo, nuk konsiderohet sadaka rrjedhëse. Ka sevap dhe shpërblim t'ja mundsosh dikujt të bëj umren, por nuk konsiderohet sadaka rrjedhëse. Selam nga Belgjika, wa aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Isha agjërues, po 8 minuta para iftarit më qiti goja e gjak dhe e përshtyve dhe e shpërlava gojen. Jam i bengosur se mos më është prishur agjërimi. Jo, nuk të është prishur agjërimi, stresi 0. Kam lënë 15 ditë Ramazanit para 10 vite, si duhet i bëj? 15 ditë do t'i bësh, do t'i përsërisësh këto 15 ditë. A lejo teravia të falet me sure të shkurtra, por nga dalë, lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi. A merr sevapet njeriu pa shpërblim kur lexon Kur'anin arabisht, pavarësisht se nuk e kupton, merr sevapet e shpërblimin sepse po e lexon. Nga Anglia, aleikum selam. Kur është Bajrami? Këtë vit Bajrami me shpresën e Zotit është me datën 30 mars. Cila është doja me të cilën duhet ulemi përballë vështirësive që kemi në mënyrë që të pranohet sa më shpejt. Referohet tek libri Mburoja e muslimanëve, por lutja më e fortë është La ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billah. A je gjallë brehor, thotë se na ke mungu. Gjallë jam, po kam qenë në udhëtim e sipër, edhe kjo ka qenë shkaku që unë nuk kam pas mundësi të jem prezent, meqenëse unë kam bërë njoftim faktikisht që këto 2-3 ditë isha në udhëtim e sipër. A është e vërtetë që surën El Felek kur jemi duke fal namaz sabat nuk ban me lexu? Po vetëm El Fatiha dhe Kul Huwallahu? Jo, nuk është e vërtetë, gënjeshtër. Selam aleikum nga Slovenia. Wa aleikum selam rahmatullah. Nuk arrit të ta kap teravin në rekatin e 5 duke filluar 6, pastaj xhamati mbaruan dhe dhan selam, kurse unë ngrita dhe plotësova rekatin e 2, mbrapa arrita prapë asgjë, nuk ka problem. Stresi 0. Aleikum selam Shkodra. A lejohet që të falen teravit vetëm me surën Fatiha dhe Ihlas sepse unë nuk di surë tjetër? Lejohet, inshallah, taala nuk ka asnjë lloj problemi. A lejohet që ta shohim parashikimin e motit? Lejohet sepse është prej ligjeve të Zotit që njeriu ka arrit të lexojë dhe të studiojë. Pyetja e fundit, kemi parë thotë se keni reaguar shumë keq dhe shumë negativisht ndaj ata që quhen kuranista, pra që thonë pranojmë vetëm Kur'anin dhe nuk pranojnë hadithin e profetit, ndërkohë që ti thotë ke qëndrime shumë pozitive ndaj feve apo besimeve të tjera. Përgjigjja është kjo. Këta njerëz të cilët mohojnë synetin, pra traditën profetike, për ne në Islam konsiderohen shumë më poshtë dhe shumë më rënd se sa fe mohuesit në origjinë apo njerëzit që kanë fe dhe besime të tjera. Argumenti për këtë, thot Zoti në Kur'an: Innal munafiqina fi ad-darkil asfali min an-nar. Hipokritët, munafiqët janë në fund të zjarrit. Pra çdo gjë tjetër është mbi këta, ndërsa tabanin dhe fundin e zjarrit të xhehenemit e kanë zënë kush? Munafiqët. Munafiqët çfarë? Munafiqët shfaqen si besimtar në Zot, si besimtar në profetin alayhis salam, madje munafiqët e pranojnë hadithin, pavarësisht se janë mohues në zemër. Edhe kuranistat, pavarësisht se thonë ne besim Kur'an, janë mohuesit më të mëdhenj të Kur'anit, dhe unë e kam thënë dhe e kam përsëritur shumë herë dhe kam deklaruar shumë herë që kuranistët janë mohuesit number 1 të Kur'anit. Ata janë mohuesit më të mëdhenj të Kur'anit. Kuranistët janë hipokritët e kësaj kohe, munafiqët e kësaj kohe, ata të cilët duan ta shembin Islamin me argumentat e Islamit ose nëpërmjet rrobës apo nëpërmjet fasadës islame.
Të kalosh jasin për të vdekur se dy shumë, jo, nuk ekziston kjo puna jasinave për të vdekur, nuk ekziston. A mund të lexojmë Kur'an kur me cikël ka dy mendime për këtë çështje. Këtu tek ne taravit po falen shumë shpejt, atë i falë në shtëpi e mos i falë në xhami, jo falin në xhami, e nëse do më fal plus fali në shtëpi. E mbylla së fyren 10 minuta më vonë pasi shkruhet kalendar. Kujdes, herë tjetër këtë gjë mos e përsërit. A lejohet më u fal me telefon për ata që nuk din të falen? Po, lejohet inshallah taala. Çfarë ishte pyetja që solli? Okej, po e gjetë më thuj, se ta mbyllim tani. Është kjo, a lejohet me pa parashikimin e motit? E tham bra, e lexova. Aha. Ishin edhe ca pyetje të tjera. E falim pastaj hoxha thret për farzat e acizën, në ndërpresin fat. Nëse thirret e kametin ndërpritet namazi i suneteve. Selam nga Petrela, alaykum selam tullahu barakatuh. Kush ka mundësi okej, të interesohet tek xhamia më afërt, në cilën orë është menduar të falet namazi i natë 10 minutë në fundit. Akoma nuk kemi marrë një vendim. A lejohet të bëjmë parashikime për ndeshje futbolli të tjerë? Jo, nuk lejohet. A kanë fen ton të shkruash ligjërata nëse je adapi për atë punë? Po, nëse je kompetenti. Unë kam thënë Subhan Rabbiel A'la dhe nuk kam thënë Subhan Rabbiel A'la, nuk ka problem, stresi zero. Në mbas iftarit me bo gabima, duhet me la vetëm trupin apo lahen dhe flokët? Çfarë lidhje ka me bo gabime, bërja gabimeve me larjen? A prishet agjërimi nëse shkojmë tek ginekologja? Nuk prishet agjërimi. Që mania respekt dhe për ju, mënyra më e mirë për të dhënë zakatin, llogaritet shuma e mbledhur, nëse është mbi kuotën minimale, jepet 2.5% nëse i ka zënë viti. A është problem se unë shkoj të fal teravit pak më vonë se jam punë, jo nuk është problem inshallah taala. Jasina për të vdekur nuk ekziston. Okej, mjaftohemi me kaq inshallah, sepse duhet kapim namazin tek xhamia. Zoti është përbleft. Allahu ju nderoft. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Zoti ju rujt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.